Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për një problematikë që është gjithëpërfshirëse, le të themi, pasi do të flasim për pronësinë e truallit. Ka shumë banesa, sidomos në Tiranë, që kanë këtë problematikë, por gjitha këto pikpyetje do t'i zgjidhim dhe do t'i japim përgjigje me avokaten Brunilda Lika. Zonja Lika, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit dhe ju për të. Avokate, unë e bëra një lloj hyrje, por a është e vërtetë që mijëra qytetarë që kanë privatizuar banesat e tyre para vitit 1991 nuk figurojnë bashkëpronar të truallit në certifikatat e tyre të pronësisë? Në fakt, po, kemi për fat të keq, për hir të së vërtetës, kemi një numër qytetarësh, të cilët ku në disa objekte nuk rezultojnë njëkohësisht dhe pronar të truallit, ndonse e kanë poseduar apo kanë qenë pronar dhe janë sigurisht dhe me dokumentacion pronar të objektit apo të apartamentit të tyre. Është një numër të cilët këto banesa, këto ndërtesa janë pra qytetarët janë bërë pronar në një farë me një hapësirë ligjore të caktuar pas vitit 91, por ka rezultuar kohët e fundit, sidomos rasti konkret është rasti në kombinat, ku ka rezultuar që aty një pallat i tërë nuk, ndërkohë që ata jetonin ndër vite dhe kishin dokument pronësie për apartamentet e tyre, nuk rezultonin pronar të truallit. Problematika në fakt të pronave janë halli çdo qytetari shqiptar, jo vetëm ky rast, por përgjithsisht rastet e pronës janë një statistikë ka thënë që 8 në 10 qytetarë ose familje shqiptare, mos ka një problem pronësie, por atë që ne konstatojmë në përditshmërinë tonë edhe të profesionit tonë, unë do ta thosha me plot bindje që çdo familje shqiptare ka një problem pronësie. E fortë kjo që sapo thatë, po si ka mundësi që në procesin e privatizimit pas rënies së komunizmit nuk është bërë kalimi i pronësisë së përbashkët të truallit? Çfarë nuk ka funksionuar? Duhet kemi që nuk i referohemi ligjit 76-52 të vitit 92 që ka të bëjë me privatizimin e objekteve të ndërtesave, pra të apartamenteve që qytetarët kanë marrë me këtë ligj. Ky ligj e ka të përcaktuar që automatikisht pronarët e apartamenteve janë edhe pronarët të truallit. Bëhet fjalë për një numër më të vogël objektesh, le të themi konkretisht nuk kemi një statistikë se sa janë këto pallate, ku qytetarët ndër vite e kanë marrë, pra këtë apartament, janë bërë pronar të atyre apartamenteve, mirë po ndër vite, edhe pse kemi pas vendime qeverie, i pari ka qenë në 95-ën, më pas kemi pas vendimin e qeverisë në 2012-ën, ku ka parashikuar që këto qytetarë të kishin mundësi të bëheshin dhe pronar të truallit. Mirë po, nuk e kanë ditur më fakt, nuk kanë qenë fare në dieni të një problematike të tillë. Dhe VKM e fundit ka qenë dhe është në vitin 2020, ku qytetarët kanë mundësi që të bëjnë interesime, të shohin nëse janë përpara një problemi të tillë, pra ekziston në rast Cili është institucioni përgjegjës në këtë rast? Kush mba përgjegjësi ligjore? Përgjegjësia ligjore bie sigurisht në institucionet shtetërore, të cilat zbatojnë ligjet që kanë për objekt pronën. Në rastin konkret, tashmë duke qenë se ne kemi përmbledhur, kemi për vetëm një institucion të vetëm që është ASHK, është Agjencia Shtetërore e Kadastrës, edhe për të orientuar dhe qytetarët që na ndjekin. Ky institucion është përgjegjës, por ndër vite, në fakt kjo do të ishte një përgjigje për pyetjen e parë, ndër vite nuk ka funksionuar sepse pra institucionet shtetërore kanë pasur një vakum ligjor. Ndër vite janë përbërë nga punonjës të administratës shtetërore, të cilët nuk kanë pasur njohuri të posaçme për të bërë të mundur zbatimin e këtyre vendimeve të qeverisë që janë miratuar dhe për t'i dhënë zgjidhje problemit. Dhe problemi ka mbetur, është krijuar dhe është trashëguar deri në ditët e sotme. Pra, institucioni përgjegjës është
ASHK, në rast se nuk do të gjendet e drejta në këtë institucion të ASHK-s, atëherë qytetarët më pas mund të drejtohen dyerve të gjykatës, por kjo nuk është zgjidhja më e mirë, do të thosha, sepse është një zgjidhje e cila do t'ju marrë kosto financiare, por edhe kohë, sigurisht. Zgjidhja më e mirë do të ishte që institucioni përgjegjës ASHK të gjente një mekanizëm emergjent ligjor për t'i dhënë zgjidhje administrative në rrugë administrative këtij problemi. Avokata, ka një bazë ligjore që përjashton truallin nga privatizimi apo kemi të bëjmë me një neglizhencë institucionale, siç e thamë? Jo, nuk është e bazuar në ligj, absolutisht. Nuk ka pasur, asnjëherë nuk ka pasur një bazë ligjore të tillë. Ka ndodhur për shkak të neglizhencës, ka ndodhur për shkak të përbërjes së administratave me individ të paaftë, ka ndodhur për shkak të ligjeve në kontradikt me njëra tjetrën, që kanë qenë në përplasje, pra që një VKM apo një ligj i mëvonshëm që është miratuar ka bërë të paqartë ose ka ardhur në përplasje me një ligj të mëparshëm. Bëhet fjalë për ligje të gabuara, të paqarta, dhe për njerëz të cilët nuk kanë ditë të zbatojnë në kohën që duhet të viheshin në lëvizje, dhe disa qytetarë nëse mund të jenë paraqitur në zyrat e shtetit për të bërë një interesim të tillë, por nuk është bërë, le të themi, puna në mënyrën e duhur nga institucionet përkatëse shtetërore, në mënyrë që t'i jepi dhe orientimi i duhur qytetarit, por edhe t'i jepi zgjidhja patjetër, duke qenë se kemi pasur vendime qeverie në fuqi. Ju thatë që qytetarët i drejtohen gjykatës nëse kanë problematika të ngjashme dhe nuk gjejnë zgjidhje, por në një kohë që ne shohim që ka shumë afate sa i takon gjykimit, edhe ndoshta puna nuk pret, është shumë imediate për të pasur një ndërhyrje, çfarë duhet bëjë një qytetar? Së pari, një qytetar i cili mendon dhe ka një merak të tillë dhe nuk e ka të qartë nëse është edhe njëkohësisht përveç se pronari i apartamentit dhe pronari i trumullit, atë që duhet të bëjë në mënyrë urgjente është të vihet të kërkojë informacion pranë ASHK-s për pasurinë që posedon dhe gëzon, ndoshta edhe me certifikat pronësie për apartamentin. Të vihet në lëvizje për të marrë informacion nëse është njëkohësisht dhe pronari i trumullit. Dhe sigurisht zgjidhje për këtë problematik ka zgjidhje dhe administrative, por e fundit e përmendëm do të ishte ajo në rrugë gjyqësore, pasi edhe aktualisht që flasim, ASHK e ka ndoshta unë personalisht e konsideroj dhe detyrim të institucionit ASHK-s që të japi një zgjidhje emergjente në rrugë administrative këtij ngërçi, këtij vakumi ligjor. A mund të konsiderohet kjo një mashtrim juridik ndaj qytetarëve apo një bëshllëk ligjor i trashëguar nga tranzicioni? Kjo i ka të gjitha bashk, në fakt. Së pari është vakum ligjor. Ligjet paqarta përplasen me njëra tjetrën, çështja e pronës është një çështje ende që është në fokus në Shqipërinë tonë dhe sigurisht vakumi ligjor është i pari. Edhe sot që flasim ne nuk kemi një ligj të unifikuar në lidhje me pronën, pra me të drejtën e pronës. Çdo qytetar, pra nuk, le të themi, ende kemi familje që nuk gëzojnë qetësisht pronën e tyre, ashtu siç e ka parashikuar, siç parashikojnë ligjet ndërkombëtare të ratifikuara në vendin tonë, por dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Vakumi ligjor, neglizhencë është, pa diskutim që është edhe neglizhencë, e përmendëm edhe gjatë diskutimit tonë, pa aftësi nga ana tjetër, të gjitha këto komponentë kanë sjellë këtë rezultat, të cilët detyrojnë qytetarët tashmë që të përballen edhe me një siklet të tillë dhe me një procedurë të cilën nuk kanë pse, domethënë në shteti ai që duhet ndërmarrë hapa mekanizma ligjor për të zgjidhur këtë lloj problematike. Neve folëm paksa për rastin e kombinatit, por nëse futemi më konkretisht, nëse ndërtesha shembet, siç edhe ka ndodhur nga tërmeti, dhe ndodh që trualli të rezultojë juridikisht pronë shtetërore, a mundet shteti ta tjetërsoj apo atë pa përqimin e ish banorëve, çfarë mund ndodhi në këtë rast?
Në rastin konkret mund të rezultojë pronë shtetërore, mund të ketë dalë pronari asaj prone, por edhe po të ketë dalur pronari më parshëm, duhet të ndiqet procedura e kompensimit për pronarin e mëparshëm dhe për ata që e kanë gëzuar ndër vite, të paktën nga 91-shi dhe në vazhdim, ata që e kanë gëzuar duhet janë pronar edhe faktik të sipërfaqes. Pra, në situata të tilla do të shikojmë që ose është pronar shteti, ose është pronar një ish pronari më parshëm e tjerë. Sigurisht, nuk na bën çudi që mund të ketë edhe pronar të mëparshëm, por ligji ka parashikuar një lloj, le të themi, zgjidhje ndryshe në këto raste. Kurse si në momentin që ato pasuri, ato sipërfaqe të truallit, të një ndërtese, të një pallati të tërë, ka qenë pjesë e një pallati ku kanë jetuar ndër vite familje, sigurisht nuk mund të hiqet dhe të kthehet ish pronari për aq sa nga ana tjetër qytetarët plotësojnë edhe afatet ligjore të parashkrimit fitues, që është një nga nenet dhe mënyrat e fitimit të pronësisë, që do të thotë që nëse dikush e ka përdorur një sipërfaqe, një objekt apo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, më shumë se 20 vite me titull, pa titull dhe me titull është 10 vite afati kohor i përdorimit, mund t'i drejtohet gjykatës dhe të bëhet pronari pronës. Pra, le të themi që ligji në aspektin ligjor nuk mund të kthehet ish pronar. Qartë. Por pse kjo çështje nuk është trajtuar publikisht me transparencë që pas tërmetit të vitit 2019? Të gjitha çështjet e pronave nuk trajtohen me transparencë. Vitet e fundit ka një lloj kështu ndërgjegjësimi, diskutimi edhe në media dhe flitet shumë për problematikat e pronës dhe gjërat dhe për fat të mirë qytetarët kanë akses për të marrë informacion, ndoshta edhe me kosto, sepse këto informacione drejtuar institucionit kompetent, ASHK-s duhet qytetarët të paguajnë dhe tarifat së fundmi arritur për shërbimet që ofron ky institucion e tjerë. Ndonse ka, le të themi, një lloj aksesi për të pasur informacionin, përgjithsisht problematikat e pronës janë trajtuar le të themi, jo profesionalisht nga institucionet edhe më gjërë. Avokate, a ka noterët përgjegjësi për transaksionet e kryera? Noterët përgjegjësi, sigurisht noterët kanë përgjegjësi, aktualisht noterët nuk mund të bëjnë më transaksione të cilat nuk e kanë të qartë historinë e pasurisë, pra nëse e keni dëgjuar më përpara qytetarët përplaseshin dhe me një problem të tillë që një objekt, një apartament e blinin 3 individ të ndryshëm. Dhe çon vinte për shkak të veprimeve që bëheshin përpara noterit, të cilat dokumentacioni që kishte noteri ose që ligji e detyronte noterin, më saktë që të kishte për të bërë atë veprim notarial, ishte i vagët, ishte i varfër dhe nuk e qartësonte plotësisht historinë e objektit për të cilën palët mund të ishin përpara noterit për të bërë një akt shpërblerje apo akturime e tjerë. Dhe shpeshherë qytetarët përplaseshin duke qenë nga 2 ose 3 pronar, 2 ose 3 pronar të një objekti të saktuar. Sigurisht noterët kanë përgjegjësinë ligjore për të kopsitur shumë mirë dokumentacionin përpara se të bëjë një transakcion. Tashmë për fat mirë ligji nuk i lejon, pra ligji detyron që të marrë një dokumentacion të qartë nga institucioni i ASHK-s, të bëhet qartësimi juridik i pasurisë dhe më pas të vjohet me procedurë. Pra tashmë nuk i kemi më këto përplasje, këto veprime të cilat ishin arbitrare dhe i çonin qytetarët drejt një lloj padrejtësie të jashtëzakonshme. Është e rëndë që të blesh një pasuri dhe ti të rezultosh pronari i tretë të njëjtës pasurie, për shembull.
A mundet qytetarët të ngrenë padi kolektive? A mundet të ngrenë padi kolektive kundër shtetit për cënim të së drejtës së pronës? Sigurisht në rast që kemi të bëjmë me disa banorë të cilët janë përpara një situate të tillë, pra janë prekur, le t'i referohemi rastit të mospasjes, pra të mosqenurit dhe pronar të trullit njëkohësisht, duke qenë se janë pronar të apartamenteve. Sigurisht është detyrim madje ligjor që 3/4 në rast se jemi përpara një situate të tillë, 3/4 të bëhen bashkë dhe të kërkojnë të drejtën e tyre në rrugë administrative apo më pas edhe gjyqësore. Sigurisht një padi kolektive apo një veprim kolektiv në problematikën e pronës, nëse kanë të njëjtin qëllim, pra qytetarët që bëhen bashkë, absolutisht është në të mirën e tyre, sepse e para kostot financiare do të jenë më të reduktuara, dhe e dyta, kur një padi është kolektive, sigurisht edhe nga ana e institucioneve shtetërore apo gjyqësore, më pas do të shikohet me një lloj prioriteti, edhe pse nuk duhet të jetë ky lloj dallimi, por që për fat keq ekziston. Çfarë parashikon kushtetuta për mbrojtjen e pronës private në raste të ngjashme? Kushtetuta dhe ligjet ndërkombëtare të ratifikuara në vendin tonë parashikojnë që prona duhet të posedohet e qetë. Nuk mund të tjetërsohet pa një ligj dhe pa një proces të rregullt ligjor. Ka parashikuar mënyrat e fitimit të pronës. Pra, në këtë rast, rastin konkret, por dhe në shumë praktika të gabuara që janë bërë dhe gabime të rënda që janë bërë mbi çështjen e pronave, sigurisht është shkelur edhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, por edhe ligjet ndërkombëtare të ratifikuara në vendin tonë, të cilët gjejnë zbatueshmëri. Avokata duhet të ketë një ndërhyrje urgjente ligjore për të bërë regjistrimin automatik të bashkëpronësisë së truallit për të gjitha ndërtesat e ndërtuara para viteve 1991? Patjetër që duhet ketë një veprim në mënyrë të menjëhershëm dhe duhet të gjendet në mënyrë dhe duhet të jepet prioritet, duhet të jepet prioritet dhe institucioni shtetëror ASHK të ndërmarrë qeveria, shteti duhet ta ngarkojë me një BKM, me një ligj të posaçëm, që ky institucion të japi prioritet këtij lloj problemi që ka dalur në pa vitet e fundit. Dhe një pyetje të fundit, nëse kjo rezulton e vërtet, siç edhe ka rezultuar, a kemi të bëjmë me një nga padrejtësitë më të mëdha të tradicionit shqiptar? Patjetër që po. Patjetër, është e rëndë që të ta posedosh një pasuri nga 91-shi deri po marrim afatin e fundit të ligjit, sepse ligji pra i referohen në ndërtesave që janë ndërtuar para 91. Le të themi që kemi këta qytetarë e kanë poseduar, kanë jetuar jo vetëm nga 91, por mund të kenë jetuar dhe breza më përpara në objekte. Dhe të gjenden tani në rrugë, pra të gjenden jo pronar të trullit, në momentin që këto ndërtesa, jo vetëm për tërmetin, sepse tërmeti nxori në pa problemin, por nuk është vetëm tërmeti, ndër vite ato ndërtesa mund mos jenë më të banueshme. Dhe mund të jenë shumë ndërtesa të tjera të cilat nuk do të jenë të banueshme në të ardhmen, nëse deri tani janë. Dhe sigurisht mund të jenë shumë qytetarë cilët do të gjenden përpara një situate të tillë. Dhe patjetër që duhet të zgjitet dhe është padrejti, sepse të jetosh 40 vite, 30 vite, 40 vite në një objekt dhe në momentin që ti nuk e ke më objektin, ti të mos jesh më pronar i trullit, është shumë e rëndë, është padrejti e madhe absolutisht. Si shumë padrejti të tjera që janë bërë pronës në shtetin shqiptar. A është kjo përqendruar më shumti në Tiranë apo në të gjithë Shqipërinë? Kjo prek të gjithë Shqipërinë, por në Tiranë është bërë evidente deri për momentin. Sigurisht, edhe në qytete të tjera të shtetit shqiptar mund të ekzistojë. Mund të ekzistojë, nuk është e thënë që çdo objekt i ndërtuar para 91-shit është përpara një situate të tillë. Duhet ta qartësojmë qytetarët mos të
mos panikosen. Sigurisht është një numër një numër i caktuar objektesh, pallatesh, ndërtesash, të cilat preken nga kjo gjë. Por jo të gjitha godinat e ndërtuara para 91-shit. Avokate po. Patjetër, më të vazhdoni, të lutem. Kemi pasur vendime qeverie ndër vite, ku i fundit që është miratuar në vitin 2020 ka kërkuar si dokumentacion për ta bërë të mundur të regjistrimi edhe të objekteve, sepse deri atëherë kishte problemi dhe i objektit. Pra, qytetarët ndose jetonin, ishin aty ndër vite, por nuk kishin as dokumentin e pronësisë të objektit. Dhe për ata qytetarë që janë të interesuar të procedojnë, duhet të kemë parasysh dokumentacionin që për mua dokumentacioni më provues është nëse ata kanë pasur certifikatën e pronësisë të apartamentit, nuk ka diskutim që kanë qenë pronar trualli, absolutisht. Ai dokumentacion është pak diskutueshëm. Por mund të kenë dokumentacione të vjetra, për shembull, të Këshillit Popullor, mund të kenë foto, ortofoto e tjerë. Pra të gjitha këto do të shërbejnë si prova për të ndjekur këtë procedurë më pas që ata të bëhen edhe pronar të truallit. Ndonse, për mua mjafton vetëm deklarimi i tyre dhe dokumentacioni që ata kanë për objektin, pra për apartamentin që ata kanë jetuar. Dhe nuk ka pse institucioni shtetëror t'i detyrojë që ata të vihen përpara përgjegjësisë për të bërë grumbullimin edhe njësër provave të tjera. Qartë. Është detyrim institucional për të bërë procedurën sa më thjesht dhe sa më shpejt dhe me sa më pak kosto për qytetarët. Avokate Brunida Lika, faleminderit shumë që ishit me ne, faleminderit shumë për sqarimin tuaj të gjitha pyetjeve që kam përshtypjen që janë pyetje që ngre dhe qytetarët që janë hasur me të tilla problematika. Faleminderit shumë që jeni gatshëm gjithmonë. Faleminderit dhe ju, gjithëherë.